Në gusht të vitit kaluar, ky helikopter i policisë së shtetit me vështirësi gjeti pak vend në ish fushën e aviacionit të shtojit për t'u akomoduar në funksion të operacionit policisë për azgjësimin e drogës në Dugaqin. Me një gjetësi 4 km dhe gjerësi rreth 1000 metra, kjo fushë që në vitet 20 të shekullit kaluar dhe deri në vitin 90 shërbeu si fushë aviacione, tani nuk ka mbetur asnjë gjurmë nga ajo kohë. Është lënë si mall pa zot, ku mund të bëj kushdo çfarë të doj, ndonse nuk është as 1 kilometër nga Stomgoleme, ku fillon qyteti Shkodrës. Këtu, ku në vitin 1997 ishte ngritur kampingu austriak për akomodimin e mijëra kosovarëve që kishin ikur nga lufta, është kthyer në një vend për hedhjen e inerteve, ndërsa repartit ushtarak të radiolokacionit në afërsitë të saj i kanë mbetur vetëm muret e shembura. Gjysma e sipërfaqes së saj është në këtë gjendje togjesh me inerte dhe gropa, ndërsa pjesa tjetër në afërsitë pyllit me gështenjet postribës, që dikur njihej si Parku Rinia, përdoret për tokë bujqësore dhe kullota. È simulato un attacco aereo. I bersaglieri si rifugiano velocemente nella boscaglia. U ndërtua para 95 viteve me kontributin e Italisë dhe shërbeu edhe gjatë mbretërisë së Zogut si fushë aviacioni ushtarak. Në të njëjtën kohë u projektua edhe për aviacionin civil. Një avion i tillë për disa kohë ka fluturuar në linjën Shtoj-Tiranë-Sarand e Anasjeltas. Gjatë luftës së dytë botërore u përdor nga okupatorët, ndërsa regjimi komunist e ktheu në një fushë aviacioni ushtarak rezervë, ndërkohë që në raste të veçanta përdorej edhe nga aviacioni civil. Në këtë fushë, bënin praktikën studentët e shkollës së aviacionit, si dhe ishin ndërtuar pistat për avionet e vegjël që spërkatin me lëndë kimike, vreshtat e shtojit dhe sipërfaqet e tjera me bimë bujqësore në rajonin e Shkodrës. Në vitin 1996, ish kryetari i Bashkisë Shkodër, Bari Boriçi, kërkoi që fusha aviacionit të shtojit të kthehej në aeroport civil lokal, por veç mikpritjes së asaj kërkese, gjithçka tjetër i mbeti harresës. Që nga ajo kohë, as që u kujtua njeri që kjo fushë të ruhej dhe administrohej për të përshtatur të paktën në pista për fluturime turistika. Nga këtu, avionet turistika mund të fluturonin lehtësisht në të gjithë zonën veriore të Shqipërisë dhe në Kosovë, ndërkohë që edhe aeroporti Podgoricës nuk është më larg se 40 km. Fushën e aviacionit të shtojit, të ndërtuar 95 vite më parë që nuk e prishën as pushtuesit, as mbretëria, as okupatorët, as regjimi komunist, e shkatruan 25 vite harres.